Një vendim i pazakontë është marrë nga një prej lokaleve të qytetit të Pogradecit, i cili ka ndaluar hyrjen e të rinjve nën moshën 18 vjeç. Sipas drejtuesve të lokalit, iniciativa ka për qëllim të frenojë prirjen e nxënësve për të braktisur orët e mësimit dhe për të kaluar kohën në ambiente argëtimi, duke lënë pas dore librat dhe shkollën. Duke parë që nxënësit kishin një tendencë të lënjes të orëve të mësimit dhe mos frekuentimin e shkollës. Pam që ata kishin kaluar nga librat, te veshjet ekstravagante, te duani, te fjalori banal. Ky vendim, edhe pse sjell humbje ekonomike për lokalin, shihet nga stafi si një mesazh më i rëndësishëm se sa të ardhurat e humbura. Jemi të mendimit që më mirë një lokal bosh se sa një shkollë bosh. Iniciativa është vlerësuar edhe nga specialistë të fushës së shëndetit mendor dhe punonjës social, të cilët theksojnë rëndësinë e saj për mbrojtjen e interesit më të lartë të fëmijës. Të gjithë fëmijët gjatë procesit mësimor, gjatë fashës mësimore, nuk duhet të devijojnë përveç në ambienteve të shkollës. Dhe çdo aktivitet tjetër jashtë ambienteve të shkollës është një proces devijant. Subjektet dhe të gjithë komuniteti jonë në qytetin e Pogradecit duhet të jemi shumë koshient që duhet të bëjmë përpjekjet tona që të gjithë të miturit dhe fëmijët gjatë orarit mësimor të jenë në ambientet e shkollës. Ky shembull nga Pogradeci pritet të ngjallë diskutime edhe në qytete të tjera të vendit për mënyrën se si bizneset mund të japin kontributin e tyre në edukimin dhe orientimin e brezit të ri.